Nga kjo e premte ka nisur zbatimi i orarit të ri transporti publik në linjën Shkodër-Çirok-Zogaj. Frekuenca të autobusëve shtuan ndjeshëm duke krijuar më shumë mundësi lëvizje gjatë gjithë ditës për banorët e zonës, por dhe për vizitorët e shumtë që frekuentojnë Çirokën dhe Zogajin. Ndryshimi nuk do jetë vetëm sezonal, shërbimi i transportit publik drejt Çirokës së Zogajt do të vijojë edhe gjatë muajve të dimrit me oraret përshtatura sipas sezonit. Sot jemi këtu para jush për të prezantuar një ndryshim në linjën Shkodër-Çirok-Zogaj-Shkodër, e cila përfshin dy lagjet më periferike por dhe më atraktive që ka qyteti i Shkodrës. Kemi bërë një ndryshim nga 2 frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është dhe nisja e fundit nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogaj dhe pastaj kthimin mbrapsht. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull, vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre 2 lagjeve, e cila fillimisht në një aspekt afatmesëm u bë me rikualifikimin e qendrës së Çirokës, pastaj vazhdoi me ndërtimin e rrugës Çirok-Zogaj dhe sot kemi një risistemim të transportit urban për këto 2 lagje. Ndryshimi i frekuencës nga 2 herë në 5 herë nuk është vetëm përgjatë sezonit veror, por është edhe përgjatë gjithë vitit. Por, ne si sektor transportit, në drejtimin e Bashkisë Shkodër kemi vendosur 2 fasho kohore, duke filluar nga data 15 qershor deri me datën 15 shtator, janë oraret respektive që janë treguara në tabelë, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qershor të vitit pasardhës, kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari i shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe xhiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa. Me orarin e ri, synojnë një lidhje më mirë Çirokës së Zogajt me qytetin dhe një shërbim publik me funksional gjatë gjithë vitit.